Unë do tash ta di domethënë cili është funksioni jot tash për të gjithë njerëzit që unë normalisht e di cili është pozita që udhëheq institucion. Do të thënë, aktualisht jam duke udhëhequr me Institutin për Mjekësi të Transfuzionit të Gjakut në Shkup. Është një institucion i cili është i shtrirë në nivel të gjithë shtetit dhe përfaqësohet me 3 qendra regionale, Tetovën, Manastirin dhe Shtipin, të cilat janë nën kupolën e Shkupit si qendër kryesore. Mirë po, në vete këta 3 qendra kanë të përfshira edhe 22 qendra tjera në qytete më të vogla, gjithkund ku ka spitale klinike apo të përgjithshme, me të cilat ju jepen shërbime spitaleve klinike në kuptim të sigurimit të sasive të gjakut dhe të produkteve të gjakut për pacientët të cilët kanë nevojë. Është një institucion i nivelit të lartë ku aplikohen standardet që aplikohen gjithkund në botë dhe në shtetet e zhvilluara.